Skënderbeu paralajmëron disidentën Spiro Pali. Zoti Edi Rama, të cilin Spiro Pali vazhdimisht i ka thënë Skënderbeu, që dini ju, ka ndodhur sot ditën e sot me Rama ka mbledhur qeverinë dhe grupin parlamentar baton. I mblodhi sot. Ndër të tjera ishte drejtuar dhe Spiro Pali duke paralajmëruar që do të përjashtohet nëse vijon me kursin që ka ndjekur kohët e fundit. Pra me disidencën e thellë, thonë që ka shfaqur një disidencë shumë të thellë. Spiro Pali. A keni informacion më detajuar se që është bërë tele aty, kjo disidencë, çfarë ka thënë Rama? Disidentes? Zonjë Spiro Pali, po. Zoti Rama ka qenë duke folur përpara deputetëve dhe ministrave dhe në një moment i ka thënë zonjës Spiro Pali që ju për herë të parë nuk erdhët të votonit për imunitetin e zonjës Balluku, hera e dytë që keni gabuar është statusi i gjatë në Facebook dhe herë të tretë nuk do ketë. Pra qëndrimet e zonjës Spiro Pali të artikuluar në media gjithë këtë periudhë sot morë një përgjigje. Deri sot Edi Rama nuk kishte folur kundër zonjës Spiro Pali dhe tjetra që i ka thënë është që partia si formacion është bardh edhe zi. Ne jemi bardh. Ti tash i zgjidh, do jesh me ne të bardh apo do jesh zi dhe përballë nesh. Zonja Spiro Pali ka tentuar të replikoj, por nuk është lejuar të flasë nga zoti Rama. Kjo ka ndodhur. Sot në mbledhje. Jashtë ka thënë gjë që do replikon askush nuk ka folur jashtë, por ka dalë si informacion nga brenda pak a shumë në këto batuta. Ajo që duhet parë, kjo praktikisht është një lloj përjashtimi, sepse nga ky moment e tutje, unë mendoj që zonja Spiro Pali do jetë në një cep atje në parlament, edhe ndoshta kolegat edhe nuk do të duan t'i flasin, nuk do ketë më të themi karrierë në PS sa tjetë Edi Rama. Pikpyetja është se si do reagoj zonja Spiro Pali ndaj asaj që ndodhi sot dhe ditët përpara. Do të bëj këtë disidenten që kërkon ti, apo do të hesht edhe do të vazhdoj të rinë në një cep në parlament. Ashtu thua, beton ti që mendon këtë që... Unë s'kam koment për këtë. Por edhe pse derën e parë, pse s'ke komenti këtu? Se di, s'kam koment. Por edhe derën e kaluar, më bëri përshtypje se më the, po e keni këtë temë, unë nuk do flasë. Se s'ka tema ta bëlla, se të shketi... Ja, për Alesja në kishtë gjithë ato komente, për këtë që është brenda PS-s... Po këtu pse nuk flet? Edhe me statura shumë të larta... Gjerë të atuash, baton, tani se nuk ka kuptim. Ta kërkojmë me insistim këtë gjë. Dhe të flasë për të dy palët. Jo më unë flasë për të dy palët, se kam problem. Në këtë rast, për shembull, ja, je ke Skënderbeun aty dhe... Spiro Pali. Mendoj që nuk e di, s'kam informacion të mjaftueshëm se çfarë ka ndodhur sot në Partinë Socialiste. Ka ngjarje që të lëm pa fjalë sot Fytyrysh. Si ç'është kjo? Jo, nuk lëm pa fjalë. Ndaj debatoni kanë mbetë pa fjalë. Ndonjëherë nuk jam pa fjalë për Se si shto në Kosovë thot pa tekst. pa tekst, po. Kupton apo jo? Se di, une asnjëherë nuk pajtoj. Edhe për shaka, për batutë. Nuk pajtoj me fjalën përjashtim kaq. Nuk mendoj që është. Po sikur se kanë përjashtuar apo ja? Jo, Praktikisht është një lloj përjashtimi. Andi tha që e ka përdor që nuk do jesh. Herën e tretë nuk do ketë më herë të tretë. Ishte edhe dy të kështu. Sa e njoh Edi Ramën, nuk e di Vetë përjashtim dhe kë, vazhdojnë këtë Lutfiu, kë do të në studio Lutfi se na morëm qafet gjithë. Ndoshta është dhe vetë përjashtim tani, thotë. Mund vetë përjashtohet ajo. Ti, në tonë si mendon ti tani, që ti kërkojmë dhe mendimin e zotit Qori si politikan. Para, veç një fjali desha me thonë, nuk besoj që për qëndrime publike dikush do të përjashtohet, ose t'i shkoj men. Tjerat janë dhe të bëjnë, ke komentojmë kur ndodhin ngjarjet. Megjithatë, jemi në nivel të interpretimeve, se çfarë ka ndodhur aty, unë besoj që nuk është... Përjashtuari, Rama ka përjashtuar Kaç Islamin për deklarata dhe për votim kundër PS-s. Se Kaçi ka ikë me përjashtim se më kujtohet. Po, përjashtoj. Po bashkoj votën me për këtë nejpëse. Jo, për Kaç Islamin ka qenë diçka ma shumë.
Çfarë? Deklarata kundër Ramës dhe bashkoj votot. Votojnë për Berishën, për Po, qeveri. Bashkoj votën për Berishën. Berishën. Kur bashkoj votën për Berishën, u problem. Po edhe kjo votoj kundër votimi, se problemi parë Të ra mikrofonin kërë se këtu në këto lejme në këto ngjarje të bie dhe mikrofoni, me gjithë letër. Jarë e kjo. E di sa akoma nuk mund të bëj revolucion në PS. Ndaj bie thot ai se vajtirora Se s'është ngjarje. për po e shpejtë burr po rini tani. Por, Rini aty tani. dhe si ka të gjohemi, që ajo votoi kundër. Votoi për, jo, mungoi ditën e votimit të kundër kërkesës pakut. Pastaj bëi deklarat kundër që mënyrës se si Rama drejton partinë. Sot Rama i tha që herën e tretë do të heq, dhe kjo i tha se është burrëri të përjashtosh, burrëri është të djosh mendimin kundër. I ka thënë kështu? Sipas një lajmi të nxjerr pak më vonë. Po kush e botoi? Në kishin disa media pro-qeveritare dhe Tash me të thona, se nuk është se ka dalë të live. besoj që lajmi ka Si rrjedhin lajmet? nga vetë njerëz të interesuar të dyja palëve. Di, një pjesë Që konfirmojnë, Jo, unë të pyeta se mbase. Se cili lajm konfirmon tjetër. Media anti për shumë ta them, Por- është e vërtetë apo jo? por si, besoj që e vërtetës nuk e di ai ka Dhe thënë. fjalimet ajo me zot turp. fjalimet ja u shkruajnë këtyre, ore, nuk i bën Ai ka inteligjenca. dëgjuar Rama apo se ka Inteligjenca dëgjuar Rama. artificiale. Por mendoj që besoj se Pali e ka kuptuar që nuk bashkohet në rrugët e saj me Ramën, si është atë tela. Kështu që ajo është duke pritur rrëzimin e perandorit. Nuk e din kur do i vi radha, por ta shohim dhe në çfarë pozitë do jetë kur të rrezohet perandori. A mund ta bëj ajo një lëvizje brenda PS-s? Ajo parti që tashmë ka vdekur është e vështirë ka Ti një. Alesja thotë ti këto. Ju shikoni, jo, Alesja. Po. PD-ja është një parti akoma më e gjallë se sa PS-ja. PS-ja është një parti që ekziston fare. Ja, po ai ekziston Partia përderisa është në Demokratike pushtet dhe ka komandantin lart. Ekziston partia. Aty ka një kryetar Qartë. dhe një kazernë. Kryetari emëron dhe shkarkon këto qefi, gjithë rinë me gojë hapur presin kryetarin. Në PD të paktën ka disa që e kundërshtojnë kryetarin. Ka disa që votojnë kundër dhe në grup parlamentar. Domethënë, pavarësisht se çfarë problemesh ka PD-ja që ka shumë, është parti akoma. Funksionon si një lloj i mohohet demokracia vazhdimisht, po është parti akoma. Përse është thjesht kazernë. Zoti Qori. Edhe Erion Braçe që doli dhe fori 2-3 Ramës, sa jo tha mos ka vënë Rama. Po më ndryshe ka pasur një farë disidencë në braçe. Po pra, po ai e mohon disidencën. E mohoi vetë disidencën. Bon, dakor. Kam asnjë problem. Tani si ju duket kjo disidenca e Elisa Spiropalit të zoti Qori, është kalimtare apo e ka seriozisht? Se sot për shembull ajo ka vajtur me taksi në aty si shumë e varfër dhe mund të vinte në partinë tënde, ore, po që ka që e varfër. Se ti ikën me taksinë për fushatën e për këto. Jo, unë ikim autobus, nuk i vetë. Duket sikur s'ka luks aty, s'ka hequr dorë komplet edhe që edhe po na shfaq edhe varfër.